Po, të gjithë ne, jo vetëm ata, po edhe ne që jemi pasardhës të tyre, ka shumë dardhar të brezit tim, por edhe më të rinj, që sot thonë me krenari ne jemi nga Dardha, dhe nuk thonë që jemi nga Korça. Këta, kudo që ndodhen, janë në Shtetet e Bashkuara, janë në Gjermani, janë në Korçë, janë në Elbasan e tjere, këta thonë që ne jemi nga Dardha. Është një lloj krenarie që ja u ka, si thuar, ushqyer ose e kanë të edukuar që në vegjëli, sepse Dardha vërtet ka qenë një fshat i cili ka pasur jo vetëm shumë intelektual, por lidhjet që ka pas me emigracionin, ajo tradita e vjetë i ka bërë që të jenë shumë të civilizuar, shumë të hapur, ndoshta, unë e them me krenarin, ndoshta edhe më të hapur se vetë korçarët. Se vetë emigracioni, Korça është një qytet më i madh, ndoshta nuk ndihet kjo. Fakti që Kino Studio shkonte në Dardhë dhe aty ka filmuar nuk e di sa filma, tregon që dardharët ishin shumë të hapur jo vetëm ndaj kulturës, por ndaj marrëdhënieve, po them unë, me njerëz për të njohur njerëz drejt socializimit, hapnin shtëpitë për njerëzit që shkonin aty, aktorët, regjisorët, njerëzit e Kino Studios, dhe kam takuar nga ata njerëz që kanë shkuar, thonë si në Dardhë nuk ka pas, domethënë, ambient për të realizuar ato vepra kinematografike. Tani, shqova diçka, pandi, babi jo, imazhi im të paktën ishte gjithmonë me syze. Tu gati thashoreja është të Durraqo? Se sytë janë ato që janë pasaporta e fytyrës. Është vërtet. Pse mande syze babi? Syze të errta. Atere, këtu ndoshta nuk shihet, po ka pasur edhe një, le të themi, defekt që kishte nga fëmijëria, një defekt, po, një dëmtim, këtu ndoshta nuk shihet dhe në një moment caktuar ajo me kalimin e viteve ju rëndua dhe mbante gjithmonë syze. Syze të errta. Po, me numër, patjetër. Cila ka qenë një kujtim ose një këshill që ti e ke të ruajtur në memorien tënde, qoftë nga babai, qoftë nga nana? Që sa thua babai, ti të fekset ajo gjë. Sa thua mamaja, të fekset ajo gjë. Një nga gjërat që, le të themi, kemi pasur si të ushqyer është për të bërë mirë. Domethënë, asnjëherë, edhe ai besimi kristian ndoshta ka qenë i tepruar që kur të godasin kthej faqe tjetër, po vërtet ne jemi edukuar me këtë gjë. Bëj mirë gjithmonë, sepse në një moment Zoti ta kthen. Ta ka kthyer? Mendoj që po, sepse nuk është që unë jam njeriu që krijoj probleme, situata, pavarësisht se jam një person që nuk jam rahat as me veten, por të paktën me njerëzit të cilët krijojnë një lloj marrëdhënie, unë mundohem ta ruaj, mundohem që ta ushqej, sepse pa miq, pa shok është një jetë bosh, kështu që këtë gjë unë e kam bërë në çdo moment, kudo që kam shkuar, qoftë në shkollë, qoftë në televizionin shqiptar ku kam punuar, qoftë më pas në kudo që kam shkuar. Ky ishte këshilli babait, po e nënës? Mund të jetë një kujtim, një moment. Atëherë, unë mund të them që nëna ka qenë një njeri shumë i kujdesshëm. Ka qenë një njeri e cili sot po e them, po e konfidoj për herë të parë, ndoshta ka qenë një manjak e pasërtisë. Dhe unë kujtoj ato mëngjeset kur shkoja në shkollë, dikush kujton që nëna ime lante dhe lidhsat e këpucëve, që domethënë edhe ato të ishin të pastra, edhe lidhsat e këpucëve, ato dy palë që kishim, i lante dhe i nderte, që ti kishim pikërisht. Po mirë, kur ilustrohet i si e bëhe pasaj?
Ato laheshin dhe pastaj lustroheshin. Pastaj lustroheshin mbi laheshin njërë. Po, sigurisht. Dhe ai kujdesi mëngjesit domethënë ka qenë i jashtëzakonshëm. Domethënë që ne të mos na shkonte shtremër jaka, të mos. Nga zgjimi derisa ikë, derisa dili nga shtëpia. Po, po. Shumë e veçantë. Foto tjetër. Këtu ku jeni? Në darkë. Këtu jemi në Beagle. Beagle është, po, rrugës për ndarë. Beagle është një pikë, le të themi, pak lartë. Kur shkon nga Drenova për në Dardhë, sepse dikur rruga e Dardhës që bëhet sot, nuk e di nëse ke qenë ndonjëherë, zjej nga Dbora. Dhe gjatë periudhës që binte Dbora, njerëzit nuk shkonin në atë rrugë, domethënë nuk ishte makina që qarkullonin. Atëherë në atë kohë njerëzit shkonin nëpërmjet rrugës së Drenovës, shkonin deri në minierën e Drenovës, fushë 2 quhej ajo, sepse shkonin me makinat, autobuzat e minatorëve dhe që aty bëj në këmbë rruga. Sa ishte në këmbë? Duhet ke qenë diku 7-8 kilometra, do më thënë gjitej deri në maj dhe pasaj zbriste, por ajo shkonte rreth 3 ore gjysmë në Dborë. Sa e shkojë ti derisa u rrite? Unë kam shkuar vit për vit gati. Në vera, po se këtu i ndim? Në vera, absolutisht, po, rinim një muaj gjysmë, sepse nëna ime duke që mësuese ka pasur leje të gjatë. Leje të gjatë, në vera. I matë kishte leje në krijuese, unë pa tjetër pushime tërë, po përveç ati një muaj e gjysmë që ne rinim aty, 2 muaj ka rasten, në dimër shkoja vazhdimisht. Shtëpitot me tulla ose kalizete. Foto tjetër. Ja, këtu më duhet si benjet së vetë, do më thënë. Është tamam. Ti ai, Unë jam ai, po. Unë jam ai aty. Kjo është një kujtim shumë i bukur, vërtet. Kjo është një nga, le të themi, pasionet që kishim ne për të argëtuar dhe... Mushka? Po kanë. Ata janë kuajt e rahut. Po të shofësh, ai drurin mes, është drurin mes të rahut. Kështu që këto kanë qenë kuajt të vegjël. Ata janë kuajt të vegjël, kuajt që shinin grurin. Lëm, në lëm atje. Në lëm, po. Ne quanim rah. Ne quanim rah. Tani të bëjë kështu një këmban mend nga këta. Të gjithi mbaj mend. Absolutisht. Më i thuaj. Ky është Lorenz Ndoci, i cili ka qenë atlet, kampion i Skënderbeut. Ishin nga Tirana atje? Ky është Korçar. Ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, tjetri? Tjetëri djali është Arjan Kotepano, i cili është një nga vëllezrit Kotepano, ka qenë balerin, është marrë me balet shumë, një moshatari imi, me të cilin edhe sot e ruaj atë marrëdhënie. Po ai gjaj atje, manot? Ai atje ka qenë brigadier, quhej Mane në mos gabohem. Se ishka cigare. I kooperative. Mane, po. Ai djali vogël? Ai djali vogël është djali tezës tim. Tomi është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo zonja në krah është tezja ime, Elvira. Pastaj është Bledi, vlaj. Ai është vlaj im, po. Ai është burri tezës, që gjithashtu edhe ai është në Shtetet e Bashkuara, Petrika. Ky është Joneli, edhe ky ka qenë atlet, është në Korçë, Jonel Ndoci. Ai është Beni, Beni ishte dardar. Aty vend, do thënë i vendit. Po, dhe ky tjetri? Dhe djali ka ndruar jetë, është djali Dino Çomit, edhe i Petros. Je i pari që në një polifoto, po themi. Absolutisht. Ti nuk e lën asnjë pa emër, do të thonë memori ke po. Po. Çfarë memorie? Jo, nuk është thjesht memorie, po të harxhosh aq shumë kohë, të kesh aq shumë kohë në një vend ku ti je i përditshëm, dhe ne shkonim aty në radhë, në lëm, kur i thonin, e kishim qef kur dikush na jepte atë shkopin për të ndjekur kuajt, që ata kuajt... Por pëse cilin me pantallona të shkurtër? Pëse cilin me pantallona të shkurtër ti këtu? Ndoshta nga që kashta ka qenë aty. Ashtu ato? Po, ti po ta shofësh përgjithsisht të gjithë janë me të shkurtra, me përjashtim të 12 vegjëlve aty.